Përshëndetje dhe mirë se erdhët në tjetër video në kanalin tim. Unë tani po konsumoj mëngjesin. Doja të bëja një video se çfarë konsumoj unë në një ditë, në mënyrë që të përmirësoj shëndetin tim, por gjithashtu të përmirësoj edhe lëkurën. Unë tregoj shumë kremra të ndryshëm dhe skincare, produkte të ndryshme, por ajo është vetëm një pjesë shumë e vogël. Ne duhet të konsumojmë shëndetshëm në mënyrë që lëkura jonë të jetë e shëndetshme. Unë kam bërë një puding me farakia, e kam bërë me mjalt dhe me lule shtylle. Lule shtryllet janë shumë të mira, gjithashtu mjalti ka shumë veti, por farakia janë një super ushqim për shëndetin. Duhet I lini gjithë natën në qumësh, në ujë ose në kos, që ato të fryhen, sepse kështu nëse janë të thata mund të dëmtojnë, jo të dëmtojnë stomakun, por që të japin atë ndjesinë e fryrjes. Dhe unë do t'i konsumoj për mëngjes, janë shumë të mira dhe kanë shumë vitamina, të mbajnë gjithë ditën të ngopur, por duhet të keni parasysh që të pini shumë ujë kur t'i konsumoni. Këto ta përmirësojnë shëndetin, përmirësojnë zorrët dhe duke përmirësuar shëndetin dhe sistemin gastrointestinal, përmirësohet menjëherë dhe sistemi juaj nervor, duke qenë më të qeta. Normalisht kur është zorrët, kur janë të përmirësuara ose nuk kanë probleme, edhe ju jeni të qetë, por gjithashtu duke përmirësuar edhe sistemin gastrointestinal, lëkura juaj do të jetë shumë më mirë. Që do të vazhdoj me mëngjesin dhe do ju tregoj drekën dhe darkën që do të konsumoj. Në mëngjes esull, unë pi çdo ditë një tap Olivox në mënyrë që të ndihmoj me tretjen dhe gjithashtu të ndihmoj me fryrjen e barkut. Është një suplement që ka përbërës natyrale dhe ndihmon shumë me organizmin. Ky është mëngjesi që më ka mbajtur rreth 5 orë që kam qenë gjithë ditën në aktivitet. Është një ushqim shumë I mirë dhe kam hedhur pak mjalt, lule shtrydhe dhe farakia, e kam bërë vetë konsistencën të hollë pasi kështu më pëlqen më shumë. Në pamundësi për të konsumuar vezët e pulës, do të konsumoj vezët e fllannzës që do t'i bëj qofte me mish të grirë viçi që janë shumë të mira. Recetat do ja lë poshtë në description, por janë shumë të mira dhe kështu marrim edhe proteinën. Do t'i shtoj pak miell në mënyrë që të lidhet masa, do bëj edhe një supë me patate. Ky është mielli I sharë gluten free që unë përdor për recetat e mia. Ndërsa për supën me patate ose në formë pureje, I kam shtypur patate sepse nuk më pëlqen të jetë pure e blerë në dyqan. Do t'i shtoj edhe pak rigon dhe gjalp. Dhe kjo është dreka, supa që kam bërë me gjalp dhe me pak djathë të bardhë brenda, djathë 10 dhe gjithashtu në anë sallatën që gjithmonë është shumë e mirë dhe qoftet për proteinë. Përpas dite të konsumoj edhe pak jogurt me lule shtrydhe dhe mjaltë dhe pak kanellë thjesht për t'i dhënë ëmbëlsi. Në darkë do të konsumoj një sallatë quinoa dhe gjithashtu bukmisri dhe ricota me vezë. Këto ishin ushqimet që unë hënga gjatë gjithë ditës. Ju tregova një video pak më ndryshe nga të gjitha videot që unë tregoj thjesht, por mos ju treguar thjesht produkte që përmirësojnë lëkurën dhe janë të mira për lëkurën, por edhe ushqime që duhen konsumuar për lëkurën tuaj.